Dhe gjithë këto element bëjnë të mundur që ne ta kemi gjithë kartelen ose gjithë historinë mjekësore të pacientit të momentit në tavolinë, po themi, dhe mjeku anestezist përcakton pastaj hapat e mëtejshme. Shumë pacient përdorin mjekime të ndryshme për cilat ato kanë nevojë, që mund të jenë holluesit e gjakut, apo mund të jenë elementet insulina, apo gjithë elementet tjerë për rastet e diabeteve, apo gjithë mjekime tjera për kolesterol, apo për gjitha sëmundjet që mund të kenë pacientët. Dhe një pacient që ka sëmundje tjera absolutisht që nuk mund përjashtohet nga një rehabilitim dentar, por prezenca e këtij stafi ndihmës bën të mundur që ky pacient të trajtohet në mënyrën e duhur, të ndiqet në mënyrën e duhur, të monitorohet në mënyrën e duhur dhe të trajtohet mbas kirurgjisë po ashtu në mënyrën e duhur. Kush është mënyra e duhur? Është sedacioni, që është një element shumë i rëndësishëm në kirurgji. Sedacioni ka dy të mira, është relaksimi i pacientit, dhe relaksimi është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm në rastet e pacientëve me sëmundje kardiovaskulare. Po ashtu, sedacioni bën të mundur që ne pacientit t'i japim dhe mjekimet gjatë fazës së sedacionit, që mund të jenë analgjezike të ndryshëm, antibiotikoterapia, që bëjnë të mundur që shërimi pra të jetë më i shpejtë, të ndihmojmë më efikas, sepse ndodh shpesh siç me pacientët që ne i përshkruajmë receta dhe jo gjithmonë ndjekin recetën. Atëherë në momentin që ne pacientin e bëjmë gati për sedacion, do thotë që do vendosen vigonet dhe gjithë elementet që duhen për bërë sedacionin, ne i japim dhe këto mjekime të shtesë për të pasur një shërim sa më të shpejtë. Në fakt, ju ndoqa me shumë vëmendje për sa i përket përgjigjes dhe kuptova që sot të shkosh të bësh një kirurgji orale, të vendosësh një implant, është më së nevojshme që të bësh një ekzaminim total të trupit për të parë dhe ato sëmundje bashkëqyruse që mund të rrezikojnë shëndetin e përgjithshëm të pacientit, dhe në fakt ne nuk i kemi vënë re këto gjëra, në sensin kemi shkuar gjithmonë një mjekim, qoftë edhe vendosë një implanti aty për aty dhe nuk ka qenë kaq. Kur flasim për implante kemi edhe moshat, edhe moshat. Duhet mendojmë gjithmonë ndryshe të vendosim një implant një 30 vjeçar, ndryshe të vendosim një implant një 60 vjeçar. Është e neglizhueshme, do të thonë gjithmonë kemi neglizhuar këtë aspekt. Implantologjia nuk është thjesht luks, është dhe nevojë. Nëse tek një moshë re është luks ta zëvendësosh një dhëmbë të munguar, pa dëmtuar dhëmbët e tjera në mënyrën klasike të zëvendësimit të dhëmbëve, dhe këtu në këtë rast dhe mund ta anashkalohen një pjesë e këtyre ekzaminimeve, sepse një moshë re në një farë mënyrë presim që nuk presim më saktë që të kemi sëmundje të tipit kardiovaskular, apo përveç se nëse ka një histori familjare, sepse edhe këtyre pacientëve gjithmonë i bëhet një chekim, në sensin i merret një anamnezë, dhe nëse ky referon për një histori familjare, absolutisht e shoqërojmë e drejtojmë për ekzaminimet më teshme, por po flasim për moshën e tretë, që ka sëmundje shoqëruese në pjesën më të madhe të rasteve, që një pjesë na referohen nga pacientët, por një pjesë mund të zbulojmë gjatë ekzaminimeve. Kështu që ka ndryshuar qasja kundrejt shërbimit implantar. Pra nuk është më thjesht një luks për zëvendësuar një dhëmbë, por është një nevojë për të pasur dhëmbë, për të ushqyer, për të pasur një kualitet jete më të mirë. Patjetër.